A e ndihmon ekonominë e Shqipërisë falja fiskale apo po përdoret për propagandë? Paqja fiskale e promovuar gjatë procesit elektoral është tani më një paket e shkruar, e konceptuar për të forcuar bashkëpunimin dhe rritur besimin mes administratës tatimore dhe sipërmarrjes e po ashtu anasjelltas. Propozimi për faljen e detyrimeve për ato që kryeministri quan çështje të vjetra ka hapur diskutimet nëse është e padrejtë për ata që janë tatim pagues të rregullt në vend, që me një të rënd të lapsit të tjerët të falen duke krijuar një pabarazim midis tyre. Jeffrey Wons është një prej njohësve më të mirë të ekonomistë globaliste dhe thotë se një falje pa reforma është thjesht një ftesë për evazionin e ardhshëm. Po sa herë kanë bërë këtë ftesë qeveritë shqiptare? I pari që ka hedhur idenë për faljen e detyrimeve dhe formalizimit ka qenë presidenti Recep Mejdani në vitin 1999. Më pas nga viti 2009 deri në 2025 Shqipëria ka ndërmarrë disa fushata amnistuese. Në 2009 u propozua legalizimi kapitalit të padeklaruar. Në 2011 Sali Berisha propozoi amnistin fiskale. Edi Rama së kohë kryetari i opozitës e konsideronte vendim të dështuar. Por me ardhi në pushtet një vit më pas, në 2014 u falen gjoba dhe detyrimet e vjetra, për të pasuar në 2019 me faljet për borxhet në energji. Në 2021 e sërish në 2023-2024 qeveria ringjall projektligjin për amnistin fiskale, edhe pse paralajmërimet nga FMN-ja dhe BE-ja kanë qenë kundër. Vetë zërat brenda PS-s kanë qenë kundër, si për shembull deputeti Erion Braçe. Këtu bëhet fjalë për një favor të drejtë për drejtë që po i bëhet një grupi sipërmarrësish, të cilët nuk kanë qenë korrekt me shtetin. Po ashtu zërat të opozitës si Jorida Tabaku. Amnistia fiskale, e cila vjen e fshehur me emrin e paqes fiskale, është një nga projektligjet më korruptive që kalojnë në Parlamentin e Shqipërisë. Përveç faktit që edhe ndërkohë që flasim, nuk ka transparencë për listën e përfituesve. A janë ato koncesionara, kanë marrë partneritete publike private, janë evazor fiskal, qeveria ka refuzuar që ta ofrojë këtë transparencë dhe unë nuk e di se çfarë po mbron, kë po mbron, interesat e kujt është duke mbrojtur qeveria duke sjellë këtë ligj në parlament. E mbi të gjitha, një problem tjetër për realitetin shqiptar që mund të evidentohet kollaj është frika se kjo falje do të lidhet me tendencat për pastrim parash apo për hyrje në sistem të parave nga bota e krimit, apo të grupeve të interesit të cilat në të shkuarën janë akuzuar se kanë bërë korrupsion.